Shigjetari ka komplet të kundërtën, javën e kam pozitive, ndërkohë që fundjavën mund të ketë goxha problematike. Po e marr në të kundërtën. Dita e diel është një nga ditët në të cilën shenja e shigjetarit mund të mendoj se i ka zgjidhur të gjitha problemet, i ka vënë të gjitha gjërat në vijë gjatë javës, pas tërmundimeve që mund të ketë pasur të tjerë, ndërkohë që ditën e diel mund të shikoj që ka plasariti. Tani pse e fillova nga fundi? Sepse gjatë gjithë javës çdo gjë që ndërton, për çdo tull që ve në mur, duhet të jetë shumë i vetëdijshëm pse po e ve. Këto tema do fillojnë që nga karriera, e vazhduar tek marrëdhëniet e shoqërore, tek çdo lëvizje që ai bën për të krijuar ose për të mirëmbajtur rrjetin e tij shoqëror, rrjetin e tij social. Dhe duke vazhduar tek bota e tij brendshme, e cila gjatë fundjavës mund të kemi një nevojë shumë të madhe edhe për të mbyllur pak 19 vete.